Përshëndetje zonja dhe zotrinj dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë informative në MCN Ekonomi. Do t'jeni me mua Sebastian Zonjën, do të flasim për legalizimet të dy Kryeministri Edi Rama, por gjithashtu edhe Sali Berisha, kryetari i opozitës, kanë premtuar legalizime që kanë nisur një proces i nisur që nga viti 2006. 230.000 legalizime në pritje për qeverinë Rama 4. Kam në studio urbanisten Doriana Musaj për të folur më gjërësisht, kënaqësi që të kam studio. Faleminderit për ftesën, kënaqësia ime. Le ta nisim nga shifrat zonja Musaj. Ka nisur në 2006, verën e shkuar kryeministri foli për 237.000 legalizime. Pse kaq shumë? 237.000. Do me thënë jemi në vitin 2005. Në vitin 2005 ishin 228.000. 228.000? Po. Pra kanë kaluar 20 vite. Po, dhe kemi 237.000. Po t'i bëjmë një zbriti, i bie që janë bo vetëm 10.000 në 20 vjetë. Po. Por në fakt nuk është matematika që thjesht. Pse? Pasi procesi legalizimeve, edhe pse kishte për synim të jepte zgjidhje një problematike nga pikpamja qoftë territoriale, sociale, ekonomike dhe më pas ligjore, ndërhyr në këto 20 vite që ka vazhduar, duhet ishte mbyllur me kohë me vakt, sipas për gjithë premisave dhe qëllimin për të cilin u ndërtua, por në mënyrë të vazhdueshme, ndërtimet pa leje kanë vazhduar të shtohen territor. Pra ligji i parë, po e quajmë 2004, 2005, 2006, së pati disa updatime në fillime, identifikoi dhe skanoi një numër deri në atë moment të ndërtuar, që ishte ky pak a shumë që thashun, dhe më vonë presupozohej që nuk do kishte më ndërtime pa leje dhe ky stok i madh ndërtimesh do të mbyllesh, do të legalizohesh, do të formalizohesh, do futesh në tregun e pasurive të paluajtshme dhe gjithë ata njerëz kryesisht ishin Pse zgjat kaq shumë procesi legalizimit? Procesin vetvete nuk zgjat, ajo që ka zgjat janë politikat që kanë ndërhyrë te ky proces që në thelb është një proces tekniko-ligjor. Pra në mënyrë të vazhdueshme kemi parë që procesi i aplikimit për legalizim është rihapur në mënyrë të vazhdueshme. Aktualisht që nga 2015-a, kushdo mund në çdo moment mund të aplikojë për një legalizim. Pra për ta përmbledhur. Nëse procesi legalizimeve i vitit 2006 u hap një periudhë aplikimi ku të gjithë qytetarët aplikuan dhe deklaruan objektin që kishin bërë pa leje apo në shkelje të lejes, procesi i cili u mbyll në vitin 2006 dhe kishte një afat kohor, kishte penalitete nëse nuk aplikoheshe, nuk skualifikoheshe nga ky proces, po e quajnë amnistie që bëri shteti. Në 2013 u rihap aplikimi edhe një herë tjetër, u shtuan të tjera objekte që ndërkohë kishin ndodhur ose ishin harruar të aplikoheshin territor. Më pas, me ndrymin e qeverive, u rihap përsëri aplikimi, pra hapja dhe mbyllja e aplikimeve ka bërë që informaliteti nuk është se janë të njëjtat objekte, numri i objekteve informale në territor është shtuar. Dhe një nga ato që kanë stimuluar këtë lloj shtimi të numrit të ndërtimeve pa leje është pikërisht ky lloj amnistie në mënyrë të vazhdueshme që i është bërë sa herë zakonisht ka ndodhur kur jemi prag zgjedhjeve. Na është bashkuar edhe kolegu Lorenz Rabeda. Lorenz, kënaqësi që të kam studio. Pse ndodhte kjo lloj amnistie, siç po thotë edhe urbanistja? Kemi, është pothuajse i papranueshëm si fenomen dhe si proces dhe më e rëndësishme është që s'po përfundon si proces. Unë jam marrë gjatë me shifrat, i kam kolauduar shifrat në vite, i kam qëndruar shumë pranë këtij procesi. Në vitin 2014, kur e mori PD-ja, domethënë majoranca demokrate, nuk dha një shifër përfundimtare të numrit legalizimeve, të numrit të ndërtimeve në proces legalizimi. Ajo bëri deri në vitin 2013 bëri rreth 21.000 legalizime. Ndërkohë çfarë mësuam në vitin 2014 nga zoti Artan Lame? Mësuam se kemi në total rreth 330.000 ndërtime pa leje ose shtesa lejesh, shtesa ndërtimesh pa leje, cilat do të futeshin në proces legalizimi.
U ec me këto, edhe si tha edhe profesorja, u ec me këto, por u shty vazhdimisht afati i aplikimeve. Fillimisht afati ishte 2006, do të s'mund të aplikoje pas këtij momenti, pastaj u shty në 2014, pastaj u shty në 2020, është mbyllur, ka 3 muaj që është mbyllur procesi i aplikimeve, por sigurisht përderisa tha kryeministri që kemi 234.000 të tjera në pritje, do të thotë që do të hapet përsëri. Por çudia e vërtet erdhi verën e kaluar. Kur ne kishim një bilanc si gazetar që e ndishnim nga afër, ne dinin që nga këto 330.000 ndërtime pa leje ishin legalizuar rreth 240.000. Papritmas ç'na tha kryeministri verën e shkuar, na tha që kemi edhe 238.000, 239.000 në pritje. Që do të thotë kishim 330.000, ishin përfunduar rreth 240.000, ndërkohë që u shtuan papritmas 238.000 të tjerë. Që do të thotë, është ajo që tha profesorja, që kjo ideja e amnistimit përhershëm, të vazhdueshëm, pa ndërprerje, pa një datë për te cilës nuk lejohej më legalizimi, nxiste ndërtimet e reja pa leje, si dhe shtesa pa leje. Që do të thotë, sot kemi nga 330.000 objekte dhe shtesa pa leje që kishim në vitin 2014, sot kemi minimalisht 500.000 ndërtime pa leje ose shtesa pa leje. Ka zërat ndryshëm, vinë nga opozita kryesisht, që thonë se numri total i vërtet i ndërtimeve pa leje ose i shtesave pa leje është më shumë se 600.000. Nëse ne do të vazhdojmë që të mos ndërpresim, që të mos vëmë një datë, pas kësaj date nuk lejohen më ndërtime pa leje, atëherë ne do vazhdojmë pafund, pas 3-4 vitesh do të kemi edhe 200.000 tjera, që është skandaloze. E kuptoj. Çfarë do të thotë kjo për kontrollin e territorit? Në kuptimin që çdo vit dalin nga 10.000, 15.000 apo 100.000 ndërtime të tjera pa leje ose shtesa pa leje. Kush duhet ta ketë nën kontroll territorin që të mos ndodhi? Po informaliteti është, po ta marrim, ta shtrojmë si proces, është totalisht e kundërta e asaj që është procedura e marrjes së lejes. Pra ndodh njëherë fakti, më pas ndodh aplikimi për pajisur me dokumentacion ligjor dhe më pas një institucioni i cili e legalizon këtë lloj. Ndërkohë që ne kur marrim leje, shkojmë ke institucioni, aplikojmë, bëjmë dokumenta dhe pastaj ndërtojmë. Pra procesi është mbrapsht. Informaliteti ndodh sepse është rruga më e shpejtë. Dhe ndodh zakonisht aty ku ka korrupsion. Si ku ka korrupsion, ç'kuptim? Po. Fakti që neve kemi akoma objekte të cilat ndërtohen në mënyrë në pa leje në territor tregon që niveli i korrupsionit, pra mund ta masim korrupsionin vetëm nëpërmjet rritjes së numrit të ndërtimeve pa leje. Ky qytetari pse nuk shkon të marrë leje? Çfarë korrupsioni bën që nuk shkon të marrë leje? Sepse procesi i marrjes së lejes në bashki është një, si të ngjisësh malin Everest, me letra, me procese, me varavingo, me sistemin që nuk të përgjigjet, se është sistemi tani, nuk ka më. Pra procedura për të marrë në mënyrë të ligjshme, edhe pse presupozohet që është digitalizuar, në fakt është vështirësuar. Ka qytetarë që për një shtesë, për një mbulesë që atje mund të bëjnë 8 aplikime. Përveç se implikon projekte, firma, kthim letrash mbrapsht, siguracione, pra bundle, ajo tufa e letrave dhe firmave dhe kolaudimeve që duhet një qytetar qoftë për një mur, që mund të jetë një gardh i cili rrethon vathën, qoftë për një pallat, janë identike. Kjo bën që njerëzit të cilët nuk kanë ai që do të ndërtojë një mur, të bëjë një perimetër për të mbrojtur pronën e vet, duhet të bëjë letra identik si komshiu i vet që do të ndërtojë një banesë 4 katëshe. Dhe kjo bën që njerëzit në një moment do duan të japin zgjidhje. Dhe ndodh pikërisht informaliteti. Pra zgjidhja më e shpejtë sepse procedurat burokratike janë shumë të gjata. Ose kërkohen disa hallka të përmbushen për të dhënë para. Dhe këtu janë parat jepen në një dorë, ndërkohë që në bashki do duhen disa duar. A ndodhe një gjë edhe në rajon, le të themi në Kosovë, apo në Maqedoni, apo të Gjetk? Jo, ato e kanë zgjidhur të probleme kohë me pak. Nuk e kanë këtë lloj problemi? Jo, e kanë patur informalitetin, por e kanë kryer. Si? Njësoj siç e nisëm neve, vetëm se ato nuk e ndruan sa herë që erdhi qeveria, nuk e zhbën ligjin e legalizimit siç e zhbëm në 2014. Ndodhi një moment, ligji i legalizimeve i 2006-s, që u miratua me shumë tamtame, operoi për 8 vjet. Më pak. 2006, 2010, 2014, po pak. Filloi procesi i lejeve të para në 2008. Nga 2008 deri në 2013, 5 vite u operuan të gjithë territorin.
Problematika që kemi në ndryshe nga Maqedonia, që ka pasur njëtën kohë pak a shumë dhe njëtin ligj, është që neve kemi konfliktin e pronësisë, i cili është kthimi dhe kompensimi i pronave të pronarëve që janë shpronësuar gjatë regjimit komunist, që Tetova apo Gostivari apo qoftë edhe Prishtina nuk e ka patur këtë problem. Kjo ka qenë një nga pengesat tona, por jo ajo e cili e ka bllokuar. Momentin që në 2014, kur procedurat ishin kryer, mbi 120.000 objekte kishin kaluar me vendim të Këshillit Ministrave dhe ishin futur në proces pune, dhe kërkohesh edhe të vazhdohesh në atë ritëm dhe të rregulloheshin ato proceset të cilat kishin vështirësi dhe kishin pengesa, u zhbë totalisht ligji, u përmbys dhe u tha, neve nuk do legalizojmë më duke dhënë pronën të parën, por do legalizojmë objektin dhe pronën mund ta marrin më mbrapa. Ky ishte ligji i 2006-s ishte si fillim do duheshe kaluar pronësia mbi truallin dhe më pas të legalizohesh objekti. Dhe çfarë ndodhi më pas në 2014? Legalizuan objektin pa marrëdhënie pronësie me truallin. Dhe kjo shkëputje i detyroi qytetarët që të shkojnë të marrin atë kartonin e legalizimeve, që i shpërndashin në fushat nëse e mbani mend kështu falas, dhe pastaj i kartoni nuk pinte ujë, në kuptimin që ti nuk e ke marrëdhënie me pronësinë dhe nuk arrinte dot të krijonte marrëdhënie me truallin dhe i detyronte qytetarët të shkonin përsëri te kadastra, të aplikonin edhe për truallin dhe të pritshin tashmë formalizimin dhe kalimin e pronësisë së truallit, që më pas në fazën e tretë të bashkëlidhej objekti bashkë me truallin. Kjo mënyrë e zgjati pafundësisht këtë proces, më gjatë se sa ishte përpara 2014-s me ligjin e 2006-s, i cili vononte pjesa e parë e truallit, por njëherë as i kaluar kalimi pronësisë nga ana e Këshillit Ministrave, procedurat teknike dhe financiare më pas ishte e zauruar nga zyrat lokale të Aluiznit. Lorenz, tha kryeministri në fillim kur mori mandatin legalizim e falas. Qëndron si koncept legalizimi falas? Në mas të madhe qëndron. Sepse procedurat janë praktikisht falas. Këta zaptuesit paguajnë vetëm sipërfaqet e truallit, sipërfaqet funksionale të truallit, që i quajnë inxhinierët ka përshtypjen, që do të thotë kanë të drejtën të privatizojnë bashkë me objektin dhe rreth 500 metra për rreth tij. Kjo po praktikisht është ndërkohë që procedurat realisht janë falas dhe është edhe një prej problemeve më të mëdha që sjell me vete procesi i legalizimit, sepse ke zaptuar tokën, e merë truallin ku ke ndërtuar objektin me çmim qesharak, kam përshtypjen se në Tiranë shkon tek 20.000 lek euro metri, ndërkohë që çmimet reale në Tiranë janë shumë të larta, domethënë ti e legalizon me çmime qesharake, merr dhe parcelën ndërtimore që quhet me çmime qesharake, ndërkohë që shteti nga ana tjetër merr përsipër të kompensoj pronarët e prekur nga ndërtimet paleja e që tha profesori. Me çfarë çmimi i kompenson shteti atë? Me çmim real, jo, me çmim tregu. Atëherë, pronarët, viktimat, po të themi, që ju janë zaptuar tokat, kompensohen me çmim tregu, kanë pak ulje në fakt, sepse është bën ato referencat shteti, cilat i bën gjithmonë favor të vet, po i quhen çmim tregu gjithsesi, domethënë, ty si zaptues, tokën ta jep me çmim preferencial, me 20.000 lek metri në Tiranë, ndërkohë që mua si të cënuar, si pronar, cili dhe është marrë toka, më praktikisht më jep me çmim pothuajse tregu. Kemi rreth 67-68 vendime qeverie me qindra emra personash të tillë të prekur nga ndërtimet informale, të cilat kanë marrë kësin e parë, 2/3, disa prej tyre kanë marrë edhe plotësisht pagesat. Pagesat janë shumë kripura. Pra, shteti hum në dy momente. Hum në momentin që e legalizon, sepse e legalizon me çmime qesharake, me këtë që e quan legalizim falas, dhe e kompenson me çmime tregu. Pra kemi dy momente humbje që është një grop jashtëzakonisht shumë e madhe në buxhetin e shtetit. Ju e keni ndjekur të çështje, siç e tha dhe urbanistja. Pse nuk merren vesh dy subjektet politike kryesore në parim për ta zgjidhur këtë çështje? Pra, si do ta zgjidh njëra nuk e zgjidh tjetra, ndryshojnë gjithçka dhe fillon thuajse gjithçka nga fillimi. Jo, janë dy momente shumë të ndryshme. Mazhoranca e majt, Partia Socialiste kuptoi se sa burim votash ishte procesi legalizimeve. Çështje zgjedhore. Absolutisht po.
Po ne kujtojmë zotin Lame, i cili është edhe nën hetim kanë përshtypjen për një çështje të tillë. Kemi edhe një përgjim të dalë që shikoni, hajdeni t'i bëjmë hizmetin këtyre se kjo na jep vota. Dhe është realisht ka qenë një burim votash e një pus pafund për mazhorancën. Kujtojmë që ka marrë edhe votat djatat. Në qofë se kujtoni, kryeministri Edi Rama që shkonte në për zona bastionet PD-s, u jepte atyre lejen e legalizimit dhe ata i thoshin që votën sepse ti s'na edhe. Dhe fakti është që mazhoranca e majt e kuptoi shumë më mirë potencialin zgjedhor që kishte procesi legalizimeve. Ndërkohë që vetë PD-ja që duhet ta bënte mazhoranca, mazhoranca deri në vitin 2013, gjithsej bëri 20-21.000 legalizime. Është burim i pashmangshëm votash, kështu që edhe kryeministri prandaj i mshoi verës shkuar, prandaj po i mshon tani. 238.000 në pritje është një sinjal që shiko, ne do ja mbarojmë prap falas, prap me çmime provinciale, kështu që na jepni votën sepse ja ku jemi ne për ju. E kuptoj. Domethënë, a mund na e shpjegosh zonja Musaj si prodhon vota një leje legalizimi? Si e prodhon votën? Sepse është një detyrë që ti ke aplikuar, detyrë e burokracisë, e shtetit, që do ta marrësh nga datën 1, 2, 3, apo nuk e di kur do e marrësh. Tani si prodhohet vota me këtë lejen e legalizimit? E kemi parë kryeministrin që ishte në zonën e Bregut, diku këtu, diku atje, që thoshte ti ke marrë legalizimin e shtëpisë, ti të Truallit, ti të Vathës, ti të kësaj. Si e prodhon votën një leje legalizimi? Janë 600.000 aplikime. Po. Ka një koeficient që disa mund t'jenë duplikate. Po e rrumbullakosin 500.000. 500.000 ndërtesa, nga të cilat më shumë 3/4 janë banesa. 3/4 banesa? Po, stoku më i madh është banesa, në zonat periferike jashtë qytetase, ose shtesa anësore, shtesa kati, që janë kryesisht ka Tirana, si qytetet e vogla nuk para kanë shumë ndërhyrje në strukturat ekzistuese. Pra, stoku është i shtrirë në gjithë territorin, kudo që ka ndërtime, në tokë bujësore, në tokë qyteti, në tokë arë, buzë lumit, Buzdetit, Bregdet, kuda. Pra territori është i hapur. Gjithë këto janë të digitalizuara, sepse janë vetë aplikuar. Pra njerëzit kanë emër, kanë biemër, kanë kartë identiteti, kanë adresë. Dhe ato Excelet të mëdhaja me patronazhistët identifikuan që në emrin ku ishte dori objekti për legalizim dhe momenti ku kishte ngecur legalizimi. Pra kishte nevojë për një planimetri, kishte nevojë për pagesë, pra ku kishte ngecur, ku ta ndihmonin. Pra, lidhja e gjithë atyre që janë dokumentat shtetërore të kadastrës me disa lista patronazhistësh bën që ky sistem i qepur të monitorohet jo më nga kadastra, por nga patronazhistët e sistemeve që operojnë territor për të mbledhur vota. Aluizdi. Patronazhistët po i quaj gjithë ato që janë patronazhistët e subjekteve politike që dalin territor dhe mbledhin apo bindin qytetarët ku të votojnë. Dhe normalisht që është shumë e thjeshtë. Pasi po ja ditë hallin njeriut, varësia nga kjo është dhe kulturore jona, se në syti kemi ke partia shtetë, vetëm shtetin a i zjetë hallet, dhe kjo lloj varësie i ka bërë njerëzit të shohin syt, vetëm të shohin në sy ata që vinë në emër të shtetit, sa ato shkojnë në emër të shtetit. Është hambar votash sipas jush? Patjetër që po. Është hambar votash. Dy janë ligjet që janë hambar votash në Shqipëri, 7501 dhe ligji për legalizimet. Po 7501 pse? Sepse ashtu që në fillim kur u konceptua, u pranua nga vetë ish kreu i mazhorancës dhe tha që po, aty ku është vota, ishte 80% e popullsisë në toka bujësore dhe sigurisht që 7501 do t'i ndahesh e fshatarëve që t'i merresh e vota dhe u futën ish pronar ata që ishin pronar. Teknikisht, pas varritje, sa shkon një proces legalizimi dhe cili është procesi më i vështirë i legalizimit dhe procesi më i thjeshtë? Pra kemi një shtesë të vogël, kemi një pallat apo diçka e ngjashme. Sa shkon një... Ligji vetë e ka të përcaktuar që ai i pari fare që është 30 ditë. 30 ditë? Po, edhe sot, po ta hapim ligjin 30 ditë. Po? Është afati. Dhe për 30 ditë nuk ka ndryshuar asnjë moment si afat, 30 ditë është afati më së i mundshëm për të realizuar mbylljen e procedurave. Sa shkojnë praktikisht procedurat? Si kohë? Po. 30 ditë pra mund shkojnë. Me ligj po praktikisht. Domethënë në terren. 20 vite. Ka aplikime, pra këto njerëz si marrin votë. Ka njerëz që kanë aplikuar në 2006-ën. Po. Por jetojnë në Greqi dhe vinë her pas here dhe shkojnë ka Luizni. Kanë shkuar në 2008-ën, i kanë thënë prit.
kanë shku në 2010, i kanë thënë ja se po vim, kanë shku e kanë matur, kanë ardhur 2014 jose dhe e masin prapë se e kishin matë ato, e kishin matë gabim. Ka ardhur prapa, i shkëtyrë prapë dhe kjo është pengmarrje. Për këto njerëz janë të marrë peng tashmë. Dhe sa ku janë të marrë peng, këto i shkojnë aty ku i thonë ma jep mua votën se do ta legalizoj unë, dhe kështu ka ndodhur. A mund të shtoj diçka tek arsyetimi i profesorës? Kemi rreth 500.000 ndërtime pa leje, por nuk bëhet fjalë për 500.000 persona. Do të kuptojmë që në rrethinat e Tiranës ka ndërtuar 4 vëllezër. Ka ndërtuar 3 vëllezër, ka ndërtuar 2-3 çifte, kështu që në fakt numri i personave përfitues është shumë i madh. Ne kemi zhveshur, ju thatë që është zhveshur dhe ka ndodhur realisht ai proces. Janë hequr duplikatet. Po çfarë ishin duplikatet? Ishin 2 vëllezër ose 3 vëllezër kishin aplikuar për të njëjtin ndërtim. Dhe merret parasysh vetëm njëri aplikim. Kështu që është pastruar nga aplikimet, këto 500.000 sot i kemi të pasura. Te e pastrova unë që t'jemi qartë, ato s'kan pastrua asgjë, ato i kanë gjitha aty. Por e kanë bërë këtë proces. Këto duplikimet, si shtat ju, i kanë hequr. Që do të thotë, nuk kemi 500.000 subjekte që presin nga legalizimet. Kemi minimalisht gjysmën e popullsisë që është shumë e interesuar të ky proces. Sepse ka ndodhur edhe diçka, e tha profesorja në fillim, ti nuk mund merrje leje në bashki. Sepse bashkia më shumë i leverdiste të nxiste të ndërtoje pa leje, dhe ti të paguaje atë... Pra ishte vetë institucioni që shtyn të informalitetin. Absolutisht, është një prej avokatëve më të rëndësishëm shqiptar, i cili ka thënë në një intervistë televizive, kam shkuar 2-3 herë, 4 herë në bashki, u detyrova, e ndërtova vetë dhe ata ishin shumë dakord që unë ta ndërtoja vetë, i mora shtetit, i pagova shtetit shumë pak, nuk e pagova unë atë të kompensuarin, kështu që përfitova nga çdo gjë, ama shteti mua më nxiti që të bëja, që të ndërtoja pa leje. Shkurt. Për të sqaruar diçka, se mos e bëjmë legalizimin sikur është proces i ndyrë, domethënë se në vetvete është në të gjitha hallkat dhe të gjitha shtetet e kanë. Pra është një komponent i cili parashikon pa parashikushmen, por ndryshe nga ne, Se ndërtojnë pa leje edhe në Itali, për shumë? Patjetër që ndërtojnë pa leje, po e ka të parashikuar, pra e koordinizon, vetë shteti e marrë në kontroll. Momenti ama që ti ke ndërtuar pa leje, do pagush dyfishin e asaj që do duheshe të ndërtoje me leje. Pasi zgjatja e burokracive ka objekte të cilat kërkojnë të ndërtojnë në kohë më të shpejt, por ai që e nis e di shumë mirë që do të paguaj dyfishin në fund. Pra nëse do të paguante 100.000 lek për ta marrë leje në bashki, do paguaj 200.000 lek, po e minimizoj. Kurse këtu është 1/10 ose 1/100. Pra këtu legalizimi është falas, jo nëse është falas për vërteti, por në raport me aplikimet, me taksat që paguen në bashki dhe me çdo gjë tjetër, është i pa konsiderueshëm. Dhe shembulli më fal për këto, kemi legalizimin e mbi 1 milion metrave katror ndërtim që u bë me një ligj ad hoc në mes të Tiranës në Kullat. Në këtë pikë do ndalem. Tani, e kuptoj atë qytetarin në një zonë diku periferia, apo ndërton një dhomë të vogël, apo ndërton hap një dritare, apo bën diçka. Ta pra po e mirë kuptojmë disi këtë qytetarin. Tani 1 kat pallati, 2 kate pallati, 3 kate pallati, 5 kate pallati, një pallati tër pa leje, si mund të ndërtohet në mes të Tiranës apo në mes një qyteti tjetër? Ja, pra e nisim aty ku e kthemi aty ku e nisëm. Pra kjo është sinjal korrupsioni. Pra është lejuar. Kush dështon? Cili institucion dështon për sa kohë ti ke? Bashkia. Bashkia, përballë bashkisë, është një kull, ndërtoi 5 kate pa leje, përballë derë dritares së kryetarit. 5 kate pa leje. Gjithë qeveria ndodhet aty tek mbrapa Skënderbeu. Të gjithë e panë, se siç e pam dhe neve, ne nuk i numëruam katet. Por ata që japin leje për këtë punë janë, dalin monitorojnë se ka monitorim me bashkia, nuk është se ti ndërton, ti kalon në gjitha kontrollet, dhe sigurisht që pyesni çdo që merret me ndërtime, punton nga punëtori tek investitori, që një bluzë të shofja që i mungon njërit nga poshtë, vlon gjoba. Tani e ka KRT-ja apo e ka bashkia për ta saktësuar? Kontrollin e territorit e ka bashkia. Ka edhe institucione qendrore. Por bashkia është e para që sinjalizon që nga gjobat, që nga makinat që parkojnë keq deri tek ndërtimet, tabelat. Patjetër që është në ndihmë edhe Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit që është në nivel më makro dhe ato i kanë të ndara kompetencat. Edhe Inspektorati bashkëpunon dhe Inspektorati po e marrim që është në territor dhe ai do duhet të ketë dhe ai e ka jashtë kontrollit territorin. Por bashkia është ai që është lokali dhe është i pari që
i sinjalizohet dhe i pari që monitoron se çfarë ndodh në territorin e vet. Do mbetemi te kjo pikë. Lorenci e sheh kryebashkiaku në Zyrë, përballë ka një pallat i cili një ditë bukur shton dhe 5 kate të tjera. Është edhe rasti më Kjo skandalos. që tha zonja Musaj, domethënë, ti e ke përballë, nga Zyra duket dhe edhe 5 kate. Domethënë, unë se kuptoj se si mund të jetë ende puna i inspektori i KMT-s, i inspektoriatit të mbikëqyrjes territorit, ose ai polici bashkiak, sepse të dy këto segmente duhet mbikëqyrin ndërtimet pa leje. Edhe s'kemi dëgjuar në fakt që u larguan nga IKMT-ja, u larguan nga policia bashkiake. Është rasti më skandaloz i përdorimit të këtyre ndërtimeve super luksoze, sepse unë kuptoj shumë mirë. Përmendi profesoresha tha që ndërton një mur, që ndërton një avlli, por ti ndërton me qëllimin vetvete, i shton një kat, i shton 5 kate. Del nga kufiri, del nga harta e lejes ndërtimi del 3-4 metra. Po, a kuptoni çdo të thotë për një kull me 15 kate, me 20 kate, me 30 kate, të dali 2-3 metra, 4 metra mbi lejen, ose të shtoj 5-6 kate mbi lejen përsëri. Bëhet fjalë për një fitim të shtuar gratis prej disa miliona eurosh me një të rëndlapsit. Pse fitim gratis, në shkuptim? Sepse ti paguan për një ndërtim formal, ti paguan një taks që është shumë e kripur. Taks e ndikimit në infrastrukturë që është shumë e kripur. Është kam përshtypjen 8% dhe... Po, shkon deri 11%. Shkoka deri 11%. Ndërkohë që për këto 3-4 metra që shvendos... E çmimit të shitjes. E metët katorë çmimit të shitjes. E çmimit të shitjes. Ndërkohë që ti shvendosesh 3-4 metra, ose shton 7-8 kate lartë, dhe për te je jashtë kësaj shifre komplet, apo jo. Dhe ti e legalizon këtë me një, sepse zë vetëm 3-4 metra, që do të thotë ti jep shtetit vetëm parat për 3-4 metra, ndërkohë që me këto 3-4 metra që e shtyr, ose që e ngjitur lart, ti ke shtuar 300-400 metra. A mund ma shpjegosh pak, një kull e cila do kushtoj 5 milion euro është 20 kate, 15 apo 20 kate, tani shtohen dhe 5. Kjo që thot Lenci fiton disa miliona me një herë, si mund t'i fitosh disa miliona me një herë? Sepse ti i ke shpenzuar ato para, ke ndërtuar, etj, paguan gjobën, krahun tjetër, ke... Nëse janë shtuar 1000 metra katror, për ta thjeshtuar, janë shtuar 1000 metra katror, pavarësisht të kateve, do duhet kishte paguar 11% për çmimin i cili është e kulla 5.000 euro metri katror. Pra, 5 milion euro. 5 milion euro, 11% e jep të shtetit. Po, 11% që i bie diku tek 600.000 euro. Nuk ja ka dhënë. Pra ka kursyer 600.000 euro. Po, i ka kursyer. I ka në xhep 600.000 euro. Shteti thot, do bëj, ndodhi ai operacioni, shteti u shokua krejt, erdhi nga pushimet, tha, ua qa bëhet këtu. Dhe pa aty, tha, tani dolën vetë krerët e shtetit, se inspektorët nuk ekzistonin, shkun vetë ministri, tha, këtu u bë kanami. Se kështu doli, u bën video për këtë punë, dhe do t'i fusim dhe t'i legalizojmë. Por nuk i futën në ligjin për legalizimet. Pse? Sepse ligji për legalizimet, për objektet të cilat kanë te i kaluar lejen e ndërtimit dhe janë social-ekonomik, do kushton të çik më shumë se 600.000 euro. Ose shkon të afër 600.000 euroshit. Pra ato para që do të fitonte ato, duhet të shpenzonte. Do të shpenzonte sa më pak. Dhe ndërtua një ligj të posaçëm, ad hoc, akt normativ, nuk e di çfarë emri i vuan, i cili me llogaritje pak a shumë se janë bërë investigime për këtë punë, ato kanë paguar rreth 200 euro për metër katror kosto. Pra, nëse kostoja ka shkuar 1.000 euro metri, e ka shtuar me 20% koston. Pra, i ka rritur pak fare koston, por fitimi është po ai, në mos më shumë, tani se u bëndet famshme. Dalemi në një hapësirë reklamash dhe rikthehemi sërish në studio, po flasim sa i përket legalizimeve dhe për katet pa leje që ndërtohen edhe në mes Tiranës. Rikthehemi në studio të nderuar teleshikues, jemi në pjesën e dytë, po flasim sa i përket legalizimeve. Jam në studio me urbanisten Doriana Musaj, gjithashtu edhe kolegun Lorenz Rabeta. Lorenz, për të ndalur tek ajo që e mbyllën pjesën e parë, si ka mundësi që një qytetar i cili ndërton një kasolle në një fshat të Shqipërisë shkon dhe ndiqet penalisht, mes Tiranës ndërton disa kate pa leje, por në një pallat, por nuk ndiqesh penalisht?
Në fakt, mes Tiranës patëm edhe një absurditet tjetër, me atë ligjin që tha profesorja, u miratua edhe një formule e cila jep të drejtën këtyre ndërtuesve ta blenin atë shtesë pa leje, apo atë shketit ligjit. Ta blenin, por me çmime tregu, që s'ndodhi kurrë me çmime tregu, sepse është ajo llogaritja që bëri shumë mirë profesorja, që u shitën me çmime qesharake. Absolutisht. Dhe domethënë është e pafalshme, kemi në për rrethe, në për qytete, sepse ç'ndodh. IKMT-ja duhet raportoj dikë. Ai, inspektori IKMT-s, që nuk sheh ato 7 katet në qendër. Ai e ka detyrim ligjor, duhet shojë, duhet bëjë një punë. Kështu që ç'bëjnë, denoncojnë nëpër komisariatin këta fakirët që ndërtojnë një kasolle për lopën, kemi raste të tilla. Kështu që është deformuar, prodhon aq shumë para legalizimi, shmangja e ligjit, domethënë, sa u leverdis autoriteteve që më mirë të heci me ndërtimin pa leje, të nëzisin ndërtimin pa leje dhe të penalizojnë ndërtimin me leje. Ka që thjeshtë. Për të ndalur në një çështje paksa teknike disi, në fillim e bën qeveria, krijon disa agjenci për të bërë legalizimin. Pastaj e merr bashkia, pastaj qeveria i thot prap do e marr unë, pastaj e merr bashkia. Çfarë ndodh gjithkohës? Pse krijohen shumë agjenci dhe kalohen kompetencat nga pushteti vendor te lokali, nga qendrori diku tjetër? Janë rreth 13 ndryshime ligjore që janë bërë, edhe çdo herë ndodhin këto spostimet, se nuk është se ligji mund të ndryshohet dhe updatohet, sepse duke u parashtruar dhe shef problematikat, por imagjinojnë qytetarët që ka një shtëpi për legalizim që s'arrin dot ta kuptojnë, jo ta ndjekin. Pikërisht. Se si nga një moment është ke bashkia, pastaj shkon ke qeveria, pastaj kthehet tu dhe gjitha këto ndërrimet pastaj të agjensive. Kur u konceptua në 2004, se ligji i parë është i Nanos, i 2004-s, pra e quhet e ligji Nanos, u konceptua si një ligj që ishte në monitorimin e bashkive kryesisht. Pra edhe ligji i parë që miratua më pas në 2006-ën, vendoste bashkitë si pushtetin lokal për ta decentralizuar dhe kontrollin e territorit, pra sepse ishin futur drejt këtij procesi ku demokratizimi i vendimarrjes duhet fillonte të ndodhte, dhe i morën bashkit. Çdo bashki ndërtoi grupe të brenda drejtorisë vet, dhe aty u bën aplikimet. Qytetarët të gjithë i kanë bërë aplikimet në bashki. Momentin që erdhi për të matur më pas, sepse gjitha aplikimet duheshin verifikuar në territor. Po territori nuk është thjesht parcela e bashkisë, do duhet shkosh në skajt e bashkisë. Ndërtimet janë kudo, ne kemi përhapur kudo. Kërkonte një lloj angazhimi dhe u pa që duheshin trupa njerëzish dhe burime njerëzore që bashkit nuk i kishin. Dhe kjo bëri që me ato pak punonjës që kishin drejtoritë e projektimeve apo zyrat përkatëse me teknik inxhinier ishin aq të vogla, saq që do duheshe ad hoc të ndërtoheshin drejtori vetëm për këtë punë, për ndryshe bllokoheshe bashkia për sa i përket punëve tjera të qytetit. Dhe e mori qeveria. Dhe në këtë moment ngeci procesi dhe qeveria qendrore e mori dhe e përqendroi tek vetja, tek agjencia, ishin agjencitë për legalizimet, pra agjencia për legalizimet kishte zyrën qendrore dhe kishte zyra rajonale, por i mori përsipër të gjithë procesin e matjeve, plotësimit dokumentacionit teknik, pra nga AJKZ-ja, pra nga Luiznit, dhe vazhdoi kështu për shumë gjatë, të paktën deri në vitin e kaluar, kur ndodh një ndryshim ligjor. Më fal, një sekond. Zoti Lame tha, tani tha që e centralizuam, tha. Tani tha kjo zgjidhet, tha, shumë shpejt. E centralizuar ishte, nuk e bëri Lamja. Nuk e ka bërë Zoti Lame. Jo. Se Zoti Lame tha, tani tha kjo zgjidhet çështje shumë shpejt dhe çështje kohësh. Zoti Lame i doli për zot centralizimit, kur tha do bashkojmë problemin e kompensimit të pronave me legalizimin dhe tani marrun u kryen gjitha. Këtë bashkoi, pra kadastra bashkoi 3 drejtori, 3 zyra të shtetit, që ishte hipoteka, ishte agjencia legalizimeve dhe agjencia për kthimin dhe kompensimin. Kjo bashkim, në opinionin tim, është fatal dhe ne pasojë do të shohim edhe 50 vite në vazhdim. Pse? Se 2 agjencitë për legalizimin dhe kompensimin, vetë nga emri agjenci janë të përkohshme. Pra ndërtohen ad hoc për një qëllim të caktuar në një territor të caktuar për një kohë të caktuar. Fakti që këto 2 agjenci që duhet ta kishin kryer punën për të cilën qëllimi për të cilën janë ndërtuar, i bashkon me arkivën e pronave, ka një problem logjik si fillim. Pra ajo është arkiv, ajo është magazina e pronave, hipoteka kaq është dhe këtë detyrë duhet ketë. Nuk mund të operojë hipoteka herë si matës, herë si verifikues, herë si kontrollues, herë si vërtetues, herë si hipotek, herë si noter, pra ka marrë hipoteka është bërë
dhe u mbyll aty si bunker dhe u përqendruan të gjitha lejet aty dhe të gjithë njerëzit duhet shkojnë aty. Dhe kjo është shkatroja të si institucion. Dhe sot jemi para faktit që po të shohim, zoti Lame që i tundi ato hartat me vrim, po të fusni dhe të kërkoni informacione, hartat janë ato me vrim. Janë ato harta. Pra, në 10-12 vite nuk është bërë asgjë, përveç se mund të jenë zhbërë gjëra. Drejtoria aty është një kaos total. Është një kaos total, se s'merr vesh i pari dytin, dhe këtë ta tregojnë gjithë qytetarët. Po pse, për shembull, ne kemi dhe kryeministri tha kemi dhe 2 satelitë që e kontrollojnë territorin shumë më mirë. Ku shkojnë këto informacione për satelitët? Këtë duhet ta pyesni kryeministrin. Ne i paguajmë satelitët, nuk janë tonët, i paguajmë. Po. Tjetër gjë çau shit në fushatën e 2021-shit. Pyetja që ngrihet është shumë bukur. Ato fotografojnë territorin. Sa informacione janë mbledhur dhe kush po i administron? Nuk dihet? S'ka informacion. As gjikundi nuk janë të hedhura, as nasik nuk janë të hedhura, nuk ka informacion. Lajmi i fundit për ato është ai i fushatës. Albania 1, Albania 2. Pra, mund të mblidhet ta informacion, pa është vënë në përdorim a informacion? Dhe nëse është vënë në përdorim, kush e ka vënë në përdorim? Nuk e kemi vënë fare në përdorim, kemi paguar lekët për 2 satelitë dhe nuk e kemi vënë në përdorim informacionin. Kemi një moment shumë komik për sa i përket të dhënave kadastrale në Shqipëri. Ka pasur disa programet Bankës Botërore për rifreskimin e të dhënave kadastrale në gjithë territorin. Kam përshtypje se quaj procesi i regjistrimit fillestar. I regjistrimit fillestar, shumë e saktë. 1994. Shumë e saktë procesi i regjistrimit fillestar. Eci për vite ky proces. U regjistruan me miliona prona, kur edhe këtë kam gjatë një bisede me zotin Lame, por një moment caktuar, zoti Lame më bëri me dije që, shiko, ato dhëna ne i hodhëm të gjitha poshtë, sepse sistemi që blem nuk i pranonte ato lloj të dhënash. Nisëm prapë nga e para. Dhe unë nisi çdo gjë nga e para. Është një prej zhvillimeve më skandaloze. Gjëja më e saktë që ka ndodhur me pronat gjatë këtyre viteve me hartat ka qenë ortofoto. U bë një fotografimi i gjithë territorit i 2007-s, po, është e saktë, dhe ajo është më e sakta që ka rregulluar diçka çështën e hartave në Shqipëri. Gjithsesi i kemi skandaloze dhe ende nuk kemi regjistruar. Tani një pyetje për të dy për të mbyllur. Ai qytetari që po na sheh në këto momente, ka për legalizuar një shtesë, ka për legalizuar diçka tjetër. Kur do mbyllet ky proces dhe kur do ta marrë ai qytetari lejen e legalizimit? Do të mbyllet ndonjëherë? Ju si urbaniste, si specialiste që e njihni ligjin dhe e njihni dhe territorin. Me atë ligj që është në fuqi dhe mënyrën se si merren vendimet, jo, nuk ka për ndodhur. Asnjëherë, do vazhdoj pafundësisht kjo. Pra duhet riorganizuar mënyra se si qasemi legalizimin, jo të riparojmë një ligj, bëjmë një ligj nga fillimi, por ta rishikojmë. Prapë do bëjmë edhe një gjë nga fillimi nga e para? Duhet të rishikuar në tërësi, sepse këtu janë, ato kanë marrë, kanë qepur, kanë shkepur, kanë zhbër, kanë bërë, ndërkohë që ti akoma ke nga hartat që janë harta me vrim, tek harta digjitale. Pra është shkatruar i gjithë sistemi pronësisë, jemi në këtë pikë. Tani kjo duhet riorganizuar. Nuk po them që ne ta zhbëjmë atë nga fillimi të bëjmë një gjë, por duhet riorganizuar në tërësi. Duhet përdorur disa instrumenta të tjerë, disa lente të tjera. Nuk është bërë asgjë në 20 vjet, sepse kur thua duhet ta ribëjmë nga e para, nuk është bërë asgjë, as gjatë tyre 12 viteve qeverisjet Ramës, as atyre 4 vite që thatë për Berishën. Asnjë informacion nuk e online për sa i përket, asnjë digitalizim. Nëse janë bërë, janë mbyllur në përzyra, arrin në përsirtar dhe qytetarët nuk e dinë, sepse qëllimi i regjistrimit fillestar dhe ati investimi që u bë fillimisht në 2013, që është Agjencia për Informacionin Gjeohapësinor, që është Asigu, është që të gjitha këto të dhëna të hidhen aty dhe qytetarët kanë mundësi të aksesojnë dhe të kuptojnë. Ky proces është me hapin e breshkës, janë bërë llogari, do duhen 230 vjet të mbarojnë. Janë bërë llogarit me këtë. 230 vjet. Kryeminist, ne po paguajmë 2 satelitë që i sjellin imazhet në kohë reale. Po, por ato informacione që po vinë mund të rrinë të stokuara në një kompjuter, por nuk po përdoren. Sepse nuk ka drejtorit posaçme t'i përdorin, do duhen software, duhet investuar për ato, nuk mjafton thjesht të blesh fotografit. Duhet të blesh gjithë aparaturat, ti lash, ti përpunosh. Kush do t'i bëj ato? Pra, është njësoj si të blem një aparat dhe të rrim dhe të presim që të bëj fotografi vetë ai dhe themi kemi investuar. Këtë kam bërë. Por në faktike nuk po ndihmon, sepse ato do duhet të ndihmonin një KMT-n, të monitorojnë territorin, të ndihmojnë hipotekën, të gjenerojnë harta të reja, të updatojnë të dhënat, dhe kjo bëhet në një sistem që është transparent si fillim. Në sistemin GIS që e menaxhon Asigu, do duhet që kadastrat japin informacion Asigu që nuk është ose është i cunguar.
Pra, kërkohet... Po kjo që thotë kryeministri më jep një mandat se unë e zgjidh, e beson? Po kështu tha dhe në 2013 e ka zgjidh. Ai tha për 4 vite mandatin e parë legalizimet mbarojnë. Falas. Dhe falas ishte thjesht 4.000 lekëshi. 20.000 lekë ishte një tarif shërbimi që pagueshe për të matur objektin. Ishte vjelur si tarif nga qeveria Berisha, s'kishte më çati merre njerëzve dhe tha falas. Kjo ishte vetmja gjë që u bë falas. Taksën ndikë infrastrukturë paguan, tokën e kanë paguar, pra asgjë s'kishte falas. Lorenz, edhe një mandat thot edhe unë e zgjidh të lloj çështje. Në fakt, çdo mandat ishte i fundit i legalizimeve. Çdo, ai 2013 ishte i pari, i 18 e mbate. Unë besoj se ky proces mund të mbyllet vetëm nëse i vjet një datë. Shiko, nuk do lejoj më legalizim. Mos ndërtoni më pa leje, sepse nuk do pranoj më legalizime. Kjo nuk po ndodh. Njerëzit ndërtojnë, këta ndërtuesit ndërtojnë mes Tiranës dhe ato aplikime prap pranohen dhe procesohen dhe më në fund pajisen me leje legalizimi. Në qoftë se nuk vendoset një stop, mos ndërtoni më, se nuk ja u legalizoj, kjo nuk do të ndodhi. Do të kemi ende ndërtime pa leje, do të kemi ende ndërtime luksoze mes Tiranës që do të shkelin lejet dhe procesi do të vazhdojë pafund, për fat keq. Mund të shtoj vetëm një gjë, se legalizimi duket është një gjë shumë e madhe, por brenda problemit të pronësisë është një pikë në ujë. Pse? Sepse është Nuk është çështja më e rëndësishme? Është një nga çështjet e rëndësishme, por nuk është më e rëndësishmja. Sepse stresëzimet që i ka ndodhur pronës, pra pronësia duhet trajtuar si problem. Jo legalizimi si një problem i veçuar, kalimi pronësisë si problem i veçuar, kompensimi këtu është trajtuar se cila drejtori e kanë shkëputur pronën dhe se cili ka tërheq pak aty ku ka dashur, se cila ministri ka operuar. Këtu do duhet që prona të trajtohet si një bundle, siç ta ka dhënë kapitulli të BE-s. Kapitulli të BE-s ta thonë që në fillim prona dhe ta rendit mënyrën, pra duhet ta trajtojmë pronën si problematik. Pronësia mbi... Dhe do të ndalemi në një emision tjetër për pronësinë. Unë të falenderoj që të kisha në studio. Faleminderit. Lorenz Kanajsi. Ju falenderit zonja Zotrin, bashkë mirupafshim.